Qytetarë të nderuar, na tash do të shkojmë në qytetin e Podojeves të familja Arifi që t'i ndihmojmë me pak ushqimore me ndihmën e një motre sone e cila ka dëshiruar që të jetë anonim. Ta shikojmë gjithë bashkë. Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi te familja Arifi me 2 vajza dhe 1 djalë. Kemi ardhur mi pru pak ushqimore. Këtë familje para një kohe kemi vizituar në fshat të Pollot. Në atë fshat nuk jeton askush, jemi mundu, sa kemi pas mundësi me ndihmën e bamirësve, kemi pru këtu në Podojevë me qira, por deri me tash çdo herë jemi mundu më kujdes për gjithat, por tash nuk po kemi mundësi për më kujdes për qira, për ushqim. Përshëndetje motor. Përshëndetje, edhe me konë që një mëni, më më qi një vend strehem, që më së mu hip një që. Vllazërit të nderuar, t'i ndalim në ndim për t'ja pagu qiran, derisa t'ja mundsojmë një banim për hershëm, kështu që t'ja pagujmë qiran, sepse jemi lodh edhe ne, edhe juve ju kemi lodh, me qenë se s'po kemi mundësi mja dal vet, a pesha ja vleni pik lodh se nonës. Kjo motra jonë është të semur, 2 vajza i kanë semuar, edhe djalin e ka semur. Ne jemi mundu për shkak që mi ru këto vajza të reja, e kemi pru nga fshati Pollot, apo? Nga fshati Pollot, një fshat që nuk ka shumë banor në atë vend, e kemi pru me qiran e këtë vend, se një vjet jemi çdo herë në ndihmën e bamirësve, por ju kisha lut për hir të Zotit që t'ja vazhdojmë, nuk po kemi mundësi mu ballafaqu me hallë dhe me detet njerëzve pa ndihmën e juve. Sholla kur të zëtë. Amen, Zoti shpërblet, Zoti rujte, Zoti o bufë që se zëllët nisë më Zoti që ne, është ne, e selamet, edhe Zoti bereqet ju dhurti. Amin, inshallah. Po jekëm për bok, për shpi, isha lutë më nani mu për kiqero, se mu me është e smut, motre e të smut, vlove kukorin e thime, nuk po dina qa me bo, na ka një hajna, type ka pos me na myt, edhe mu me i ka thirë policinë se s'ka pos qa me bo, unë e jam në shkollë, kam nevoj edhe për syza, nuk shumë mirë edhe s'po kena porë me i ble syza. O vllazërit të nderuar, kemi skamnor të shumë. Këta po drejtohen tek ne, unë pjo drejtohemi ju kisha lut për hir të Zotit që të bashkohemi së bashku dhe t'i gëzojmë ta jetim.